Masakra e monopolit Tetov. Masakra e monopolit në fabrikën e duanit Tetova e vitit 1944 ishte një nga ato vende ku historia nuk u shkrua në libra, por u la bosh. Lufta e dytë botërore mbaroi, por për shqiptarët e Tetovës nuk pati gëzim, nuk pati çlirim, pati vetëm frikë të re. Ndërsa pushteti fliste për fitore dhe paqe, për njerëzit e zakonshëm paqja nuk erdhi. Erdhi një rend i ri. Dhe kur rendi ndërtohet shpejt dhe pa drejtësi, gjithmonë duhet një fajtor nga brenda. Këtë herë, fajtoru bë shqiptari. Në hyrje të Tetovës ndodhej monopoli duhanit, një fabrikë e madhe e njohur nga të gjithë si vend pune. Aty hynin punëtorë çdo ditë. Aty punohej, fitohej buka. Ishte vendjete, jo vend ndalimi. Askush nuk e mendonte si burg. Por në vjeshtën dhe dimrin e vitit 1944, ajo fabriku kthye në vend arrestimi, rrahjeje dhe vrasjeje. Kjo ngjarje ka emër. Quhet masakra e monopolit të duanit. Nga nëntori deri në dhjetor të vitit 1944, në këto ndërtesa u sollën qindra e mira shqiptar nga Tetova dhe nga fshatrat e Pollogut. Arrestimet u bën masivisht dhe pa asnjë ligj, pa gjyq, pa letra, shpesh natën, shpesh me lista të përgatitura më herët. Shumica e njerëzve të ndaluar ishin civil, burra, familjar, njerëz të zakonshëm që nuk kishin bërë asgjë. Arsyet që jepeshin ishin gjithmonë të njëjta: bashkëpunim me okupatorin, verifikim, pastrim pas lufte. Por kjo gjuhë dihet mirë si përdoret. Kur pushteti flet për armik, nuk po flet për faj konkret, po flet për përkatësi. Dhe në atë kohë përkatësia shqiptare ishte faj. Brenda monopolit nuk pati gjyqje, nuk pati mbrojtje, nuk pati drejtësi. Dëshmitë e ruajtura në familje, në shkrime historike shqiptare dhe në dokumentar serioz, tregojnë për rrahje të rënda, tortura, poshtrime dhe mbajtje në kushte çnjerëzore. Të ndaluarit detyroheshin të tregonin emra të tjerë, jo sepse kishin bërë krime, por për të friksuar sa më shumë njerëz. Kjo tregon qartë diçka: kur tortura përdoret për të nxjerrë emra dhe jo të vërtetën, ajo nuk është hetim. Është spastrim politik. Masakra nuk ndodhi rastësisht. Nuk ishte nervi çastit, ishte organizuar, kishte urdhra, kishte komand, kishte qëllim të qartë, të friksojë dhe të dobësojë shqiptarin në Tetov dhe rrethin, pikërisht kur pushteti i ri po forcojë në Maqedoninë Perëndimore. Burime historike dhe dëshmitë mbledhura pas viteve 90 tregojnë se këto veprime u kryen nga pushteti i ri Jugoslav përmes njësive partizane lokale dhe shërbimit sekret të kohës, OZN-s. OZN-ja merrej me arrestime, hetime të fsheta dhe zhdukje njerëzish në gjithë Jugosllavinë pas luftës. Në këtë periudhë përmendet edhe emri Lazar Kolishevskit si pjesë udhëheqës politike në Maqedoni. Kjo nuk do thotë se ai vetë vrau njerëz, por se sistemi që ai i përfaqësonte lejoi dhe zbatoi këtë dhunë ndaj shqiptarëve. Kjo duhet thënë sakt, sepse përgjegjësia është e sistemit, jo thashë them. Shumë nga ata që u futën në monopol nuk dolën më gjallë. Trupat u zhdukën, varet nuk u shënuan, familjet nuk morën kur lajm zyrtar. Ktu fillon krimi i dytë. Pas dhjetorit 1944 nuk u hap asnjë hetim, nuk pati gjyqje publike, nuk pati lista zyrtare të viktimave. Gjithçka u mbulua me fjalën pastrimi domosdoshëm. Viktimat u quajtën kolaboracionist, pa u dëgjuar kurrë. Por kolaboracionizmi hetohet një nga një, jo me arrestime masive, jo me pushkatime pa gjyq. Prandaj mungesa e dokumenteve nuk do thotë se krimi nuk ndodhi. Do thotë se u fshe me qëllim. Megjithatë, disa emra kanë mbetur në kujtesën e njerëzve. Jo si listë plot, por si dëshmi për qindra të tjerë pa emër. Hysni Dema, Selim Ismaili,
Recep Gjemaili, Abdul Hoxha, Mustafi Drizi, Ali Bajrami, Ismail Beqiri. Këta njerëz nuk kanë dosje gjyqësore, sepse nuk pati gjyqje. Në Tetov u krijua heshtja, jo sepse njerëzit harruan, por sepse kishin frikë të flisnin. Kujtesa u bë rrezik, pyetja u bë faj, dhimbja u mbajt brenda shtëpisë. Prandaj sot nuk kemi fotografi, nuk kemi shifra të sakta, nuk kemi memorial. Monopoli duanit nuk u shënua kur si vendkrimi. U lasi ndërtese zakonshme, sepse një krim i madh nuk fshihet vetëm me vrasje, fshihet me arres. Por historia nuk jeton vetëm në letra. Ajo jeton në kujtesë, dhe një histori që mbahet gjallë për 80 vjet nuk është trillim, është plag. Këtë histori po e tregoj jo si dëshmitari e saj kohe, por si pjesë e një brezi që nuk pranon të eshtë, sepse eshtja është dhunë e gjatë. Ajo nuk vret me njerë, ajo vret nga dalë, brez pas brezit. Masakra e monopolit të duanit nuk kërkon akmarrje, kërkon të vërtetën, sepse pa të vërtetën nuk ka paqe, ka vetëm dhimbje që bartet nga një brez te tjetri. Kjo ishte Tetova e vitit 1944, një krim pa dosje, një krim pa vare, një krim pa drejtësi. Dhe kjo është rrëfime të heshtura, aty ku historia nuk mbyllet me heshtje.